Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu sallam, wa baraka al Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimet të nësi të kujmet me Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ati po zhëron që të lavdëroj dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të zgjedhur. Të nërë vëllezër, prej arritjeve më të mëdha në jetë dhe prej arritjeve më të denja në jetë është kur një vlerë ose një virtyt kalon në emër edhe në epitet tondin. Këtë e kena përmendur më shumë se sa një herë. Do thonë, krejt njerëzit e kanë një moment të një vlere të caktuar, krejt njerëzit e kanë një moment të shpërfaqjes së një virtyti, mirë po betejë më e madhe është kur ky virtyt edhe kjo vlerë kthehet në emër për emrave tu. Saktësisht, secili prej neve ka një moment dorëdhënie, por për me marr emrin dorëdhënës, lyp shumë, domethënë investim edhe lyp shumë përkushtim. Kështu që emrat e njerëzve, epitetet e njerëzve janë identitetet më të theksuara të dikujt. Ndërkaq këto identitetet e tjera që s'kan kaluar në emër janë më irrelevante. Saktësisht Allah subhanahu wa taala, sikur që i shpjeguam ligjratën e kaluar, na foli për kënaqësitë e banorëve të xhenetit. Na i morëm edhe mësuam për këto kënaqësi, mirë po, ke shumë domethënë se më kuptu se Allahu çtynë banorëve të xhenetit si u tha banorë të xhenetit. As nuk ju tha njerëzit të lumtur që kënaqen nëpër koshtet e xhenetit. Ju dha emër. Domethënë neve na intereson emri që aty në njerëzve, edhe rrjedhëmesh pastaj me reflektu në bazë të çasaj që ne ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Saktësisht Allahu në surën Al-Insan jo jep dy emra banorëve të xhenetit. Jo jep dy emra banorëve të xhenetit. Ajetin e parë thotë inal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Abrarët, njerëz të mirë, thot pinë xhenet prej gotash që përzihen domethënë me kafur. Ajeti i dytë thot aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Thot rrjedhin lume gjithandej ka janë dhe pinë kush ibadullah. Robërit e Allah subhanahu wa taala. Domethënë janë dy epitete. Domethënë xheneti është epizodi i fundit. Mirë po kapitujt para se më ardhin këtu janë kapitujt që neve duhet më na interesu kush janë çeta ebrar edhe kush janë çeta ibadullah. Saktësisht Allah subhanahu wa taala na fol shumë Kur'an për çeta njerëz. Saktësisht na fol me emra ndryshëm, herë diku na tregon që këta janë el-muttaqin, herë diku na tregon se janë këta dhe ata. Mirë po, me emrin e ibadullah edhe ebrar na ka folë në disa vende. Pastaj na ka udhëzu Allah subhanahu wa taala me këto emra tek ajetet e tjera kush janë këta. Saktësisht Allah te barekuhu teala në çka surën Al-Insan e keni vëmendjen, është shumë e rëndësishme që çket përshkrim Allah pe përmend surën Insan, te sura e njerëzit. Që projekti më i madh i njerëzit është me shpëtuar prej dënimit të Allahut. Projekti më i madh i njerëzit është me shpëtuar prej dënimit të Allahut. Njeri i cili e di që Allahu ka kriju zjarr, ka kriju xhenem, ka krijuar domethënë një përjetësi të ndëshkimit. Edhe e kupton se kjo u kriju për të. Edhe ai nuk bën diçka me shpëtu, ky ka dalë pi projektit të njerëzorës. Ky ka dalë dhe ka ngel në projektin e shtazorës dhe kafshërorës, e cila thjesht më kënaq. Domthon ideja që unë jetoj, edhe shfryzoj çdo të mirë të kësaj jete, edhe kënaqeshna me çdo të mirë, kjo është ideja e përbashkët me shtaz dhe me kafsht. Kur bëhesh insan, sipas surës Al-Insan, kur hyn projektin e ebrarëve, edhe të ibadullah, domethënë robërat e Allahut. Thot Allah subhana, teksa na tregon që ta e fitojnë xhenetin, edhe shpëtojnë prej zjarmit, sepse edhe kena me pa kontekstin e ajeteve, kryesisht përmendet e fitojnë xhenetin edhe shpëtojnë prej xhenemit. Domethënë se kjo projekti i madh i tyre. Thot Allah subhana, innakum ladha'iqul 'adhabil alim. Dikun tjetër jashtë surës Insan. Thot ju keni me shiu dënimin e dhimbshëm. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Edhe vetëm problem që keni me marrë është i punëve të juve. Domethënë vetë keni për punën me shkon dënimin e Allahut. Mirë po thot illa ibadallahi al-mukhlasin. Përpas ibadullah, përpas robët e Allahut. Jo, këta kanë çetër sjellje, këta kanë çetër përfundim, këta kanë tjetër fat. Dikun tjetër thot Allah, fanzur kayfa kana aqibatul munzirin. Thot shko dhe këshirja funin atyne që ne u kanë tërheq vërejtjen. Këshirë që kanë përfunduar atyne që ne u kanë tërheq vërejtjen. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Përveç robëve tonë, domethënë, robët e Allahut azza wa jall që janë sinqertë dhe janë domethënë të pozitshëm. Kështu që në surën Insan, masi na ka thënë Allah azza wa jall për ebrarët, masi na ka thënë për ibadullah, thot fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Thot Allah azza wa jall i ka shpëtuar këta ebrarët edhe njerëz robërit e tij, i ka shpëtuar prej dënimit të asaj dite, prej të keqes së asaj dite të madh, ditës gjykimit, edhe ju ka dhënë zhdritje në fytyrë, edhe ju ka dhënë domethënë gëzim. Sikur na jepet me kuptuar që për ebrarët edhe për ibadullah projekti më i madh është me shpëtuar prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që pyetja bazë që kena më përpjek, më përgjigj në këtë ligjërat, në kuadër të surës Al-Insan, jo në krejt kuadër të Kuranit, sepse pastaj kalon në varg ligjëratash, çka bojnë që ta për me shpëtu për dënimit Allahut.
çka bojnë që ta për me fitu xhenetin e Allahut te bareke teala. Domethënë e kuptuam, xheneti kanë aq tyne. A ka një përshkrim çka kanë bë sipas surës El-Insan. Sipas surës El-Insan. Allah subhanahu wa taala në ajetin e parë, mos i na tregon se që ta kanë me hin xhenet, thot yufuna bin nadhr. Këta i përmbushin zotimet e tyne. I përmbushin zotimet e tyne. O yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Edhe kanë frikë një ditë që e keqja gjithanej. Sherrri është katërllosh. Domthonë është ditë e tmerrshme. Dita e gjykimit është ditë shumë domethënë e frikshme dhe e keqja gjithandej. Domethënë, po na përmendën dy cilësinë që këta jetë. E para është përmbushja e zotimeve dhe e dyta është friga prej ditës së gjykimit. Domthonë, s'mundesh më kon e brar pa e pasën që ket veti. Domethënë me nejt në llaf, me nejtën në besë, me përmbush kontratën, me përmbush marrëveshjen. Domethënë ju fune bin nadhr i përmbushin zotime, zotohen për një punë që kena me bë dhe e bojnë këta njerëz. Edhe e dyta i kanë frikë domethënë ditës së domethënë gjykimit. Kështu që Allah subhanahu wa taala po i përmend këto dyja, edhe unë kisha pas dëshim i uftu te pjesa i ufune bin nadhr, i përmbushin zotimet, mos më koncentru te koncepti i zotimeve, po te al-wafa, te përmbushja. Saktësisht Allah subhanahu wa taala përmend përmbushjen e zotimeve, edhe zotimet janë trajtuar që kena trajtuar në librin e tauhidit dhe kështu me radhë, domethënë çish trajtohet. Mirë, po esenca që po i lëvdon Allahu te barekuta është përmbushja. Domethënë fakti që këta, domethënë janë ebrar, fakti që këta janë renit mirë, e kanë ndërtuar një karakter edhe një identitet mirëfillt prej muslimani, këta janë njerëz domethënë të llafit edhe të fjalës edhe domethënë të besës. Kështu që një njeri që rrin besë, një njeri që rrin në fjalë, një njeri që rrin kontratë, një njeri që nuk tradhton, edhe nuk del për marrëveshjes, edhe nuk shkel në parim, ky ka predispozita më bën njëri mirë. A është qartë? Do thonë Allah subhanahu wa taala nuk po na përmend të ebrarët punën e parë namazit, nuk po na përmend punën e parë zakatit, nuk po na përmend punën e parë agjërimin. Po na përmend çfarë njerëz mirë janë këta. Këta rrin llaf, këta rrin parim. E këta si ta kanë natyrë, edhe karakter, edhe kulturë, edhe veshje dhe kostum tyne që këta nuk dalin prej llafit. Këta dhe Zoti si dalin nesër prej llafit. Ta kurtullzohen që ta njerëz janë. Për shkak ka në transmetime që burrat e xhahiletit janë burrat mira kur tin islam. Sa ai kur u kon xhahel edhe s'ka shkel në besë, ky prap nuk shkel. A është qartë? Ndaj domethënë ne kena një krizë ndër vëllezër që shpesh mendon që ekziston fetari dhe devotshmëri pa burrni. Kjo është gabim, kjo s'mundet me ndodhen. Domethënë pa burrnia është tregues që këtu ka defekt madh diku në devotshmëri. Domethënë ky s'ka përfunduar pa burrni, edhe në shkelje të besës, edhe në pabesi, edhe njëri që i shkel kontratat, edhe njëri që mashtron vetë se ka diku një defekt në sti dhe Allah te barekuta. Sepse nëse Allah subhanahu wa taala po na tregon si të parë e brarët pikërisht përmbushjen e zotimeve, lëmë në kuptu që këta njerëz që shtu renitën, sepse domethënë hin aty ku duhet në kontratën me Allah subhanahu wa taala dhe nuk dalin. Saktësisht ai që i shkel parimet me robt e Allahut, i shkel pastaj edhe me Allah. Dhe ai i cili i shkel parimet edhe beslidhjet me Allahun, pritet mi shkel edhe me krijesat e Allah subhanahu wa taala. Ndaj për shembull dikush kur do me bashkëpunu me dikë, duhet me kshyer ai në raport me Allahun çështën, se nëse është në raport mirë me Allahun, edhe ka denjësisht këtë ka më konë në raport me të. Ose dikush do me ndërtu një bashkësi, i ta kshyrë çështën ai në raport me Allahun te bareke wa taala. Po edhe në përditshmëri, nëse për shembull i dedikohesh dikujt me e thirr në Islam, kush më pas më shumë prioritet, e kum përmend edhe te seria e sahabëve, prioritet më pas njerëz të mirë. Domethënë ka shumë njerëz që nuk janë të safit, shumë njerëz që nuk janë xhamis, shumë njerëz që nuk janë domethënë të parimeve tona, po janë njerëz virtytshëm, janë njerëz shtëpiak, janë njerëz me virtyte të mira, traditës kombëtare kështu më radh. Që ata do të mi pas target mi bodavet. Jo pse këta të tjerë nuk kena qef mi ullzu. Mirë po, ata vinë shprehje mësi ta kena kry na me njerëz të virtytshëm, se ky i cili është i besës, para se marrë Islam, ky e di çka i bën nesër me Allahun Allahut besën që nuk e bajmë çka gjuna dhe se ban. Ky e di çka i bën me dhon besën Allahut azza wa jall që ka me kry më çka farz edhe ka me kry me lejen Allahut subhanahu wa taala. Kështu që njeriu që zhveshët prej virtytshmërisë, zhveshët prej burrnisë, zhveshët prej cilësive prej fisniku e kështu me radhë, me një farforme ose tjetër diku në një prej parimeve të fesë ajo është zhvesh. Pastaj Allah subhanahu wa taala më ja na kallzon arsyen e fisnikërisë këtyre ebrarëve. Domthon, ju fune bin nadhr, këta i përmbushin zotimet. Këta janë njerëz të llafit, këta janë besës, këta nuk tradhtojnë. Këta nuk mashtojnë. E pse o Zot? Thot o yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Se këta e kanë frikë në ditë që sherrri është gjithandej. Unë di ndoshta sot me ndreçë edhe me tradhtu edhe di ndoshta ti mos më mor vesh, unë e di që ka ditë gjykimi. Domthon dita e gjykimit e dhën njerin.
Më thonë fokusi i njeriu që ka digjykimi, ka ringjallje, ka mundësi mu dënu në xhenem për një tradhti, ka mundësi mu dënu në xhenem për një mashtrim, që kjo e bën njeriu mu kon fisnik edhe mu kon i vërtetshëm, edhe mu bën domethënë prej ebrarëve, kështu që ai nuk tradhton se e di që ka një ditë llogarie, nuk tradhton se e di që me bo me shkel në bes, ditën e gjykimit e ka vështirë, sikur se nuk del pi fjalës se e di që ka ditë ku ka me dhonën llogari, kështu që ai domethënë i përmbahet. Ndaj Allah subhanahu wa taala thot: "Wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'ula." Mani beslidhjet, mani llafët. Kur ta jepsh llafin me diçka moje, sepse besa o diçka për cilën keni u marrë llogari në ditën e gjykimit. Domethënë Allah subhanahu wa taala kur na edukon se për beslidhjet e juaja, për besatimet e juaja, për kontratat e juaja, keni mu marrë llogari, na ndërton në rregull përgjithshëm, çive mu kon njeri normal. Shqipe mu konë njeri i vërtetshëm. Shqipe mu konë njeri që je pasunie kësaj shoqënie. E jo domethënë në barë e shoqënisë, ndaj po e ripërsëris, fetaria pa burrni është shpikje. Fetaria pa burrni është sajes që i ngjitet fesë, por nuk i përket fesë. Fetaria pa burrni nuk është model i vërtet i fesë, sepse njerëzit kur familiarizohen me pa burrni, i bëhet masnena gjithçka me e lehtësu, gjithçka me e thjeshtësu, edhe mas promti domethënë ka marrë momenti që kanë me e thjeshtësu edhe shkeljen e beslidhjes me Allah. Njeri i cili familiarizohet me shkeljen e beslidhjes me njerëz, i vën momenti që e shkel beslidhjen me Allahun te barekuhu teala, thot Allah azza wa jall: "O men awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran azima." Kushdo që i rri Allahut në besë, ja kanë Allahut besën për diçka, kushdo që i rri Allahut në besë, Allahu ka më dhënë problem shumë të madh. Domethënë çfarë problemin e madh që e mësuam ligjatën e kaluam, janë për njerëzit që e din që fetaria lyp domethënë burrni edhe lyp fisnikëri, saktësisht i rri Allahut në besë dhe në llaf që kur selam o farzin as sala, i rri Allahut në besë dhe në llaf që kur nuk bë me një gjuna edhe nuk bë, edhe i jep besë Allah te zotja që nuk e la kur një mundësi të sevapit që ta ka qelë Allahu edhe me bë gjitha. Shënon Ibn Majah, që albani thotë hadithi sahih pe Abu Bakrit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men salla subha fa huwa fi dhimmatillah." Kush e fal namazin e sabahut, ai njeri është në besë të Allahut. Kush e fal namazin e sabahut, ai është në besë të Allahut. Thot fala tukhfirullaha fi ahdihi. Mos e prishni pastaj ju besën Allahut. Mos e bëni punën mu thy kontrata që keni me Allahun subhanahu wa taala. Thot faman qatalahu talabahu Allahu hatta yakubbahu fi an-nar ala wajhi. Kush e fal namazin e sabahut, edhe është në besë të Allahut, e pastaj vend dikush edhe privon nga jeta, e mbyt. Thot Allah nuk e lë këtë njeri pa e marrë ditën e gjykimit edhe me gjujtë në zjarmin e xhenemit me fytyrë. Domethënë se e ke myt një njeri shokon besë të Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, çka na thotë ky hadith? Merr në pjesën e parë, kush e fal namazin e sabahut është në besën e Allahut. Pastaj thot mos e prishni besën e Allahut. Domethënë sikur na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë au kallzove burr namazin e sabahut. Kallzo ta ditën mos e lëvesh me sabah këtë farpune. Domethënë au kallzove burr në vaktin e sabahut. Tash vën mësena kur kimë shku në punë do të më kallzo burr. Pastaj mas ditë keni punë tjetër do të më kallzo prapë burr. Domethënë mos dil pi besës Allahut. E nisë mirë mos e prish. E nisë me beslidhje të mirëfillt me Allahun, mos e prish sepse nuk përfundoj çaty ka nis. Domethënë ti veç mi kallzon njerëz, unë sot jam besën Allahut, ti dush më kujdesshëm. Jem besën Allahut, ti dush më hona më syçel. Më fakti që Allah po të jap një besë do të më ni veten të privilegjum. Do të më ni veten edhe me më shumë përgjegjësi, edhe më shumë domethënë në syçelsi në raport me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që sikur na thot Allah azza wa jall, sikur se na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo a fitut besën Allahut në sabah, pse fitut? Se ka devotshëm. Ishit përkushtum. Ai vazhdon të çeket se çituo kontrata devotshmëria. Jeni devotshëm, jeni në besë të Allahut. E prishni dini domethënë prej kontratës së Allahut subhanahu wa taala. Ndërkohë në mësimin e kaluam në vëllezër e përmendëm që dietarët e kanë përmendur prej përkthimeve të fjalës ebrar pikërisht emrin të devotshëm. Çfarë thot Allah azza wa jall kur flet për domethënë njerin e devotshëm? Që thash parzit nuk ka fetari pa domethënë pa burrni. Thot Allah azza wa jall bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Dinë se kush dimenejt mbes edhe ai devotshëm që ta Allahu i do. Domethënë Allahu i do njerëz të devotshëm që i bie nuk mundesh më koni devotshëm pa e pasën edhe domethënë besnikërin edhe me pasën domethënë parimin e qëndrimit në fjalë edhe në besë. E shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është Hasan prej Aishës radhiyallahu anha, e që ky hadith nuk flet për ebrarët, por flet për ibadullah. Thot Aisha radhiyallahu anha, hadithi është i gjatë, kanë ardhur disa njerëz kanë kryer do punë kështu më radh, mas ti thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ulaika khiyaru ibadillahi inda Allah yawm al-qiyamah. Çta janë njerëzit robërit e Allahut më të mirë ditën e gjykimit. Kush janë çta? Al-mufuna al-mutayyibun. Al-mufuna al-mutayyibun. Janë ata të cilët
rrinë në besë, ata të cilët rrinë në fjalë, mirë po thotë e bojnë me zemër. Jo me nejtën në besë se u guta ta dhash besën. Jo, ky shumë është i relaksuar. Shumë është i relaksuar në beslidhjen që e ka lidhën edhe që rri. Thotë ta janë robërit më të mirë të Allahut në ditën e gjykimit, ata të cilët beslidhjen e kanë domethënë shumë me zemër. Saktësisht ndër vëllezër kjo është shumë temë gjon, edhe kena disa ajete tjera dhe nuk më xhanu, më po duam të përmbyll me një këshill për këshillave të selefit. Thotë Salih ibn Kaysan, thotë një ardhul Imam Zuhri prej të Hisham ibn Abdul Malik, khalife i muslimanëve, edhe Imam Zuhri u kon prej ulemave të mëdhenj që kanë shumë tek domethënë oborri mbretërori Ben Umejes, edhe thotë dul mos i ardh thotë Imam Zuhri te na në mezhlis, tha sot u kon dikush te Hisham ibn Abdul Malik, edhe ja ka dhënë këshill thotë kur një çasi këshillë të bukur edhe të plot nuk kom ni. Edhe kisha pas dëshim u kon për këshillave që ju met. I ka thonë o emirul mu'minin, thotë po t'i kallzoj 2 fjalë, po t'i kallzoj 4 fjalë, thotë fihinna salahu dinik wa mulkik wa akhiratik wa dunyak. Thotë me çtu 4 fjalë ki me ndreq edhe dynjon tonë, edhe fen tonë, edhe pushtetin tan, edhe ahiretin tan. Këtë ndreqet. Janë veç 4 fjalë. Fjala e parë thotë la ta'idanna ahadan 'idatan wa anta la turidu injazha. Kur mos hen marrveshje me dikan e menën tonë e kiti që s'do me realizu. Kur mos premto diçka, menën tonë e kiti që ti s'do me e kry. Kur mos premto diçka që e menon që ndoshta nuk i me realizu. E para rre në llaf në besë. E dyta, wala yaghurrannaka murtaqan sahlun idha kana al-munhadaru wa'ra. Thot kur mos u mashtro kur ta shif një përpjekje të lehtë, kohë që të poza është e vështirë. Do shpesh një ty duket që tu ngjit si shpejt. Janë të ardhur suksese si shpejt. Thot mos u gëzo me do përpjekje të lehta, kohë që shumë pastaj të poshtë shumë e rron. Dhe treta thot wa'lam anna lil a'mali akhiran fahdhar al awaqib. Dije thot se këtë veprat e kanë një farfuni. Këtë veprat e kanë një farfuni. Thot mos i ngul syn tek fillimi, mos syn tek funi, ku po del mas promti që ka punë. Don hemeni ide, hemeni kulturë, hemeni shoqni, hemeni rreth, hemeni mendësi, këshire ku çet mas promti, jo ku fillimi. Edhe katërta thot, wa inna dahra taratun fakun ala hadha. Dije se dynjaja është rrotull, hapi syt. Dynjaja shpesh dhe me të ardhën pika se ki kujtu. Edhe shpesh dhe me të shkerë pika se ki menu. Përse dije se dynjaja është rrotull, thot dhe hapi syt. Kështu që ndër vëllezër, shpesh tradhtia, edhe dalja pi llafit, edhe dëmtimi i dikujt fshehrazi, dëmtimi i dikujt me hile. Shpesh duket një ngritje e lehtë. Ama pastaj kur nis me ra, është një rrëmje domethënë shumë e vështirë, sikurse tradhtia dhe shkelja e besës shpesh mendojnë njerëzit se është moment. Gabova sot Allah më fal. Vën një ditë kur kemë pagujt. Vën që është po thotë mua se vën një ditë. Mas më ti në rrotull kemë pagujt është mas 20 vjetë. E ke shkel dikan në besë, e ke shkel dikan në kontratë, e ke bë dam dikujt, ja ke bë dikujt gropën, vën ditë atë fëmia dikush ka merrash aty. Kështu që hapi syt edhe mos e mendon këtë punë me moment, po mendoj me fund. Menoje me periudhë domethënë më të gjatë, kështu që nëse ndodh që nuk e paguën këtë dynjë, mund të marr momentin që kemi paguar domethënë në ahiret, thot Allah Azza wa Jall, o yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Dhe ata kanë frikë në ditë ku sherrri është gjithandej. Cën ditë, domethënë ditën e gjykimit, kështu që kjo frikë i bën ata jo vetëm u kon besnik ndaj njerëzve, po edhe besnik ndaj Allahut. Jo vetëm besnik ndaj Allahut, po besnik edhe domethënë ndaj njerëzve. Pastaj ajeti i radhës, Allah Azza wa Jall thot kështu. Mos i ka thonë 2 cilësi, 2 veti. Vetin e përmbushjes së zotimeve edhe frikës së ditës së gjykimit, thot wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Thot edhe ju ushqejnë njerëzit. Këta kanë frikë ditën e gjykimit, janë përmbushës të zotimeve, po e kanë edhe një veti të mirë, këta janë bamirsa. Thot ju ushqejnë njerëzit e varfër, jetima edhe të burgosur edhe domethënë njerëz që kanë humbur lirin, më po shumë domethënë se ju yut'imuna at'ama ala hubbihi. E i ushqejnë njerëzit, japin njerëzve ushqim, ndërkohë që këta e dojnë çat çka e japin. Do të thonë kjo lidh mund të kuptoj që këta nuk i kanë rënë çat çmir. Se njeri që ka shumë nuk i met syni te një cop bukë që jap dikujt. A është qartë? Ama e brarët nuk japin veç kur kanë. Shumë. E brarët japin gjithherë. Ibadullahi, apo gjithherë kanë veti që duhet me bë mirë me çat çka e kanë, edhe me çat mundësi domethënë që e kanë, saktësisht për virtyshmërisë nalt njerëzve është domethënë vetia e bamirësisë, edhe e mëshirës edhe mëshirisë, kështu që po na jepet më në kuptu, që këta nuk janë veç burra, nuk kanë veç domethënë njerëz parimor që nuk shkelin kufin, këta janë edhe
njerëz domethënë që janë zgjanuar tek e mira, edhe ndonë se e duan pasuninë, edhe kanë nevojë për çat pasuni, domethënë japin ushqejnë edhe u gjendën njerëzve të varfër. Saktësisht, ardha e kësaj cilësie, përmendja e kësaj cilësie në Kur'an, saktësisht në surën Insan, mas përmendjes së përmbushjes së zotimit, pastaj pas përmendjes së frikës që e kanë për ditën e gjykimit, na lënë në kuptu çfarë ndikimi të fuqishëm ka frika edhe fokusi tek ahireti për me çtime bëve për të mira. Domethënë, shpesh neve na duket që i na do bë shumë. Shpesh na duket që mjaftueshëm i na do bë vepra të mira. Edhe kjo është një pikë krizave sidomos te populli jon që konsiderojnë që nuk janë keq me vepra, nuk janë keq me sevape. Mirë, po sikur na i po të mënon kuptu ajeti po thotë këta ebrarët edhe kur si kanë rrenat, veç kur e menojnë që ka ditë gjykimi këshyri me bënaj sevap dyqysh me nai buk e me nai hajrat. E shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, Imam Ahmedi, për Adi ibn Hatim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Runi për zjarrin e xhenemit qoftë me një gjysmë hurme. Runi për zjarrin e xhenemit qoftë edhe me një gjysmë hurme. Saktësisht, walau bi shiqqi tamra. Qoftë me një gjysmë hurme. Pastaj, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, japin ushqim donse e dojnë se vetë ju duhet çaj ushqim, japin me në kuptuar që këtyne si ju kanë ngel sy te kjo, po syt i kanë domethënë te ahireti. Domethënë këta këshyr me shumë me shpëtuar me një gjysmë hurme. Këshyr me shpëtuar me qoftë një pjatë, qoftë edhe me diçka, qoftë edhe me një cent, qoftë edhe me një shumë të vogël, vetëm me idenë që çysh me shpëtuar ditën e gjykimit kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. E ka ardhur hadith, e shohim Muhamedi Abu Davudi, Sheikh Shuaibi thotë hadithi sahih, për Abu Hurairës, ka ardhur dikush i ka thonë ja Rasulullah, ayu sadaqati afdal. O Allah, cila sadaka e më e mirë? Cila sadaka e më e vlefshme? Më e shtrenjtë tek Allah. Ka thonë juhdul muqil. Dikush që jep edhe si karenat. Dikush i cili jep e dyqysh këtë si me zor me nxjerr e ka dhënë cent për me dhonën. Që kjo sadaka e më e mirë tek Allah te bareke u taala. Ose ajo kultura që e ka rrit popullon si trashëgimi, që fukaraja tutët që po kuritet, ndërkaq pasaniku tutët që po fikët. Saktësisht njerëzit, domethënë tu matën thjesht me dynjë, mas mram ti bën kopraca tu pas, ndërkaq ai i cili e ka lirupi këtij vesi të keq, domethënë edhe kur është fukara, domethënë është shembulltyr madje edhe për të pasurit. E shohim Imam Buhariu Muslimi pe Burerës, thotë ja rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ayu sadaqati a'zam ajra. A'zamu ajra. O ju Allah ka thënë njëri ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o ju Allah, cila sadaka me mos shumë tish problem tek Allah. Ka thënë anta tasaddaq wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mul al-ghina. Thotë sadaka më e mirë, sadaka që mos shumë ti të pështon ditën e gjykimit, or sadaka që ai jep kur je i shnosh edhe nuk të jipët. Edhe thotë je tu pas frikë apo i mbrin rrenat e tua, edhe synon mi ndresh rrenat e tua. Domethënë ti vetë kine je ala të ndresh rrenat, ala shumë shka ty të mungon, ala shumë shka s'ka arën vi, ala shumë shka nuk është aty ku dohet, o ta khshë al-faqr, ki frikë që mos po varfnohesh, mos më me të keq në fund të mujit e kështë më radhë, edhe ta mul el-ghina, edhe ki shpresën mi barenat me artë të pasunia, edhe je i shnorë, dhe je të punu. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil hatta idha balagat al-hulqum, qult li fulanin kadha, wa li fulanin kadha, wa qad kana li fulan. Edhe mos e bëj punën kur të vinje shpirtin fit, edhe thu filanit që janë do pare, filanit që janë ndim, filanit i komet diçka, domethënë se ti tash nuk e ke më idenë e zemërgjansisë. Ti tash më e të pa që ditës kimë kalu në ahiret, edhe kjo përpjekje me shumë me kry një obligim në sevap këtu edhe aty, nuk është sikur se e njoh kur je i ri, tamam i kip ndesh dorën, ki menu për çetrin, ki menu për ku do të me menu e kështu me radhë. Ndaj, ndërvëllazër, bujaria dhe bamirësia janë veti edhe janë virtyte të njerëzve të mirë, pa më parasysh janë të pasur apo nuk janë të pasur. Domethënë, me të mungu kjo cilësinë, çdo gjendje që jetë jetës, nuk ka domethënë rrugtim i përbashkët, domethënë me ebrarët edhe me ibadullah, përkundrazi, domethënë njerëzit e mirë garojnë me zemër edhe me përqindje, nuk garojnë me sasinë edhe me shumën që e japin. Saktësisht, domethënë garojnë me çysh ato dhon zemra. Jo domethënë sa ki dhonën. Jo sa ki dhon kuptimin e shumës së sasisë, sikur se shënimam në Sahih Sheikh Albani thotë hadithi është hasan për Burerës, thotë sabaqa dirhamun 100,000 dirham. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një dirham e ka mujt në sevap 100,000 dirham i ka mujt. Edhe i kanë thonë, "Wa kayfa dhak?" Çish ka ndodhur kjo Rasulullah? Kana li rajulin dirhamani fatasaddaqa bi ahadihima. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikush i ka pas 2 dirham, edhe njërin e ka dhënë. Pastaj thotë, "Wa antalaqa rajulun ila 'urdi malihi fa akhadha minhu 100,000 dirham fatasaddaqa biha."
Edhe dikush thot shkoi te pasunia e tij kur e pa këtë që po jep 1 dirham prej 2 dirhameve që i ka, thot i mor 100.000 dirham edhe ky i dhan rrugt Allahut. Mirë, po ky e para ke i pari, edhe e dyta ky e ka dhënë gjysmën e pasunisë, çfarë ka pasur domthon pasunimi, po ka pasur zemër. Kështu që për me mrri vlerën e brarëve, që janë njerëz të mirë, do të thonë me pas sakrificë të madhe. Thot Allahu subhana, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk mundi me mrritë birri i brarëve. Nuk mundi me mrritë qafetaria e brarëve pa dhënë çka e doni. Jo me dhon pi asaj çka të pran. Jo me dhon pi asaj që ty mos ngre zemra. Bash për çat çka të ngre më shumë ti zemra. Kur arrin me dhon edhe çat, çatëre mrrin të vlerat e domethënë e brarëve, e sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si çdo vlerë, edhe në këtë vlerë janë kanë shembulltyra më anon, sikurse e kena hadithin e Abu Talhës që shënon Imam Buhariu Muslimi pe Enesit radhiyallahu anhu, kur e kanë këtë ajet që nuk mundi me mrritë vlera e brarëve pa dhon atë çka domethënë e doni më shumë ti, thot mos promti thot e ka pas një kafsh Beiruha, për më të mirave që kanë të pjesa përparme e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vënë edhe i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, këtë lë domethënë sadaka, e ka pas ujin më të mirin, venin më të mirin, ka qenë prej sahabëve më të pasur me domethënë me trupa hurmesh. Pastaj janë 10 sahabë tjerë që janë transmetuar që kanë bërë të njëjtën, mirë po nuk po du me u xhanu, edhe kjo është temë e gjatë sikurse tema e parë, po du me përmbyll me një fjalë që ka thonë dhe Nuni, thot alamatu saada thalath. 3 shenja janë që jetu shku mirë. 3 shenja janë që jetu shku mirë. Domthon mrrin ti mu bë pi abrarëve. Mrrin mu bë që të devotshme me ftu xhenetin e Allahut. E para thot, mata mazida fi umrihi naqasa min hirsi. Sa herë që bën vite më shumë, ftofësh pi dynjos. Domthon kjo është e mirë. Domthon i bën do vjet, e pastaj shumë do ideja që i ki pas më i thonë jo, s'janë joshës për mua. Apo ose i shet gjenatën tonde bojnë mas do pasunive, mas do qefeve, mas do krenarive, mas do mburjeve, dhe ti e shet që jetu ftohë për kësaj, kjo është e mirë. Thot sa herë që shtot ymri, edhe të pakot hirsi, që ke lakmia e madhe për dynjon, thot është e mirë. E dyta thot, wa mata zida fi mali zida fi sakhaihi. Sa herë që i shtohet pasunia, i shtohet bujaria. S'ka thonë i shtohet zeqati. Domethënë sa herë që i shtohet pasunia, i shtohet bujaria, ky në çdo mundësi që ka mundësi me mu kon bujar ka më shpërfaqen. Thot wa mata zida fi qadrihi zida fi tawadu'ihi. Edhe sa herë që i shtohet vlera, i shtohet autoriteti, i shtohet pushteti, i shtohen ndikimet e tij në shoqëni, i shtohet modestia. Sa herë që është njëri më i nim, më i mbërrim, më me emër, ky është njëri më modest edhe domethënë më i tokës. Pastaj thot 3 shenja janë njerëzve që e kanë marrë të poza. 3 shenja njerëzve që më hanën janë të shkatru. E para thot, me zide fi umri, zide fi hirsi. Se herë që i bën do vjet më shumë, bëhet më lakmitar. Se herë që shkon më ka pleçnia, domethënë i shtohet një pangopësi në raport me dynjon, do të në ballë çiket, do të në mbrinjë çiket, domethënë mos mbrinje mosha e djemve për martesë vetë se ka me ballë çiket, e kështu me radhë, on tan kohën e kohë, çdo ditë më shumë hirsin, lakmien edhe interesin ma të theksum. O ma të ma zide fi mali, zide fi bukhli. Sa herë që i shtohet pasunia, kjo është ma kopras sa u konë më herët. Dhe kjo është e shpeshta e vendit tonë. E shpeshta e miletit tonë është që kur bojnë janë ma kopras se sa, kur s'kan pas, thot, o ma zide fi qadri, zide fi të gjebburihi, wa kahrihi, wa të këbburi, edhe sa herë që i shtohet vlera, edhe respekti, edhe pushteti, e shet që bënk ma fudol, ma mendje ma dhe njeri ma i padurushëm dhe më hanën me sjelljet e ti. Pastaj, ajeti radhës në vëllezër, mas ja përmenë Allah s.w.t. cilësin që i përmbushin zotimat, i kanë frikë ditën e gjykimit, japim njerëzve edhe ju shen njerëzit, thot, innama nut'imukum li wajhi Allahi, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Thojnë këta njerëz e brarë, thot, na ju shen njerëz veç për ftyrën e Allahut. Na ju shem njerëzit veç për ftyrën e Allahut, thot la nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk dojmë për njerëzve as shpërblim e as falënderim. As shpërblim e as falënderim. Saktësisht, në vëllezër, ka të bëjë me ikhlasin e tyre, me sinqeritetin e tyre. Do thonë, plot njerëz japin, po japin se kanë natyrë. Plot njerëz japin se do me fitu vlerë tek njerëzit. Plot njerëz japin se kanë një matematik me dynjë. Këta e kanë një matematik vetëm me synimin që e kam për Allahun subhanahu wa taala. Saktësisht keni vëmendjen që to nuk dojnë kurçysh me u kthy. Çdo është shumë e rëndësishme. Nuk dojnë kurçysh me u kthy. Domthon nuk dojnë as me faleminderit me u kthy. Domthon mi dhon njerëzve me 10 vite, edhe ndoshta mi dhon njerëzve me dekada. Edhe kur mos mi thon faleminderit ky senon. Se ky nuk i ka bërë për mi thon faleminderit.
Edhe as nuk e ka bë për minjoj, as për fëndem, as për ndonjë problem ju kthy dyqysh në një. Ju kthy me respekt ose ju kthy me një formë formave të kësaj dunjoje. Dhe në çfarë drejtë e brarët e kanë shkëtësi? Shënohet edhe transmetohet për Aishën radhiyallahu anha kur ka qute dikush sadaka, kur ka dërguar te dikush dhurata, kur ka dërguar te dikush një ndihmë, i ka thonë shërptorit vet, kur të kthehesh moje mirë men fjalinë që kanë thonë. Edhe kthehet. Kur vinte te Aisha i thotë, çka tha? E dha ndihmën, po e dha. Çka tha? Tha barakallahu fiki. Allahu të bekoft. Edhe pastaj, domethënë, ja kthen Aisha radhiyallahu anha, wa fihim barakallahu. Edhe ata Allahu i bekoft. Naruddu alejhim misla ma qalu wa yabqa ajruna lana. Ata na pas kanë thonë Allah është shpërblet, a ne i thomi Allah është shpërblet, barazomu te fjala Allah është shpërblet, shpërblimin e sadakas po duam me pas plot. Domethënë se kum thon as për më thon Allah është shpërblet. Se kum bon as për më thonën Allah të bekoft. Se kum bon as më thon Allah t'i rujt fëmit. Për kur gjë, domethënë ti më thua Allah t'i rujt fëmit, a unë tham Allah t'i rujt fëmit. Barazomu ndo. Mos me pas ti që ma ktheve të mirën me të mirë. Se nuk e kam bë për ty, po e kam bë vetëm për Allahun te bareke ve taala. Kështu që çdo ndonjë vëllezër, një prej formave që vazhdimisht sprovohet sinqeriteti është domethënë momenti kur nis natyrshëm me pritën prej njerëzve falënderim. Sepse me kthy të mirën me të mirë është e natyrshme. Me kthyje të mirën me mirënjohje është e natyrshme. Edhe pastaj shkaku që është e natyrshme edhe te prit natyrshëm njerëzit më thon faleminderit. Ndaj edhe në momentin kur ty sprovohet sinqeriteti. Kështu që dikun ki me bani të mirë, dikun ki me bën nasihat dikan, dikun ki me bë davet, dikun ki me shërbim fen Allahut, dikun ki me bë punë të mira, edhe thuaj këta kur stadi. S'ka domethënë kjo nuk është matësi, domethënë i njerëzve që janë ebrar, ata domethënë e kanë synimin Allahun subhanahu wa taala. Pastaj Allah te baraka wa taala në këtë ajet, ku na ka thënë që këta thojnë inama nut'imukum liwajhillah. Na juve ju japni veç për Allahun. Pse këta duhet me bëj këtë deklarat? Pse duhet më kallëzu aty në të varfërve, edhe aty në jetimëve, edhe aty në miskinave, edhe aty në njerëzve sklever, robër, që janë për burgje kështu më. Pse më kallëzu që e bëjmë çka? Se bujaria e këtyne është domthon bujari mahnitës, edhe ata mahnitën, pika ju, kur gjos na keni, kur një far borxhi s'na keni, pse ju bani mirë? Edhe ata duhet më gazu se na e bojmë për Allah këtë punë. Nuk e bëmi kur gjë, nuk prismi kur gjë për ju, as falëndera, as problem as kur gjë. Del nesër lirohesh, hiç harrohesh, hiç domthon kur gjë. Nesër bëhesh pasanik, jetim, mbërrin, domthon nuk do me na e kthy. Na e bojmë vetëm për Allah subhanahu wa taala. Mirë po, aty ku është ai thelbi i dobis të çka. Thelbi është që njerëzit mahnitën me takvallëkin edhe me përkushtime njerëzve e brar. E Allahu sigur na tregon ku e kanë këta burimin e forcës. Ta forcën e kanë te njëti. Aty pse e brarët nuk nalen. Aty pse e brarët japin. Aty pse e brarët domethënë e bëjnë më të mirën, se forcën e kanë fuqishme. Ku është forca e tyre? Është njëti, domethënë që e kanë për Allahun subhanahu wa taala. Për arsye thot Salim ibn Abdullah i shkon letër Omer ibn Abdul Aziz i thot i'lam anna aun Allahi lil 'abdi ala qadri niyya. Dije o Omer se Allahu i ndihmon robit çaq sa ka ai njet. Çaq sa ka njet. Domethënë unë kam njetin me vështirë këtë vepër. Për një me ki njet, Allah ka më ndihmu. Unë kam njet, më kanë çka që do bëj shumë për këtë umet. Nëse e ki njetin për një me, Allah ka më ta mundsu. Thot Allahu të ndihmon çaq sa ki njet që ta njerëz, që ta brarët. A kanë burimin e forcës veç të njëti, a kanë ani forcë tjetër? A mjafton veç me pas njetin e mirë apo duhet me pas diçka për mos munal kur pi veprave të mira? Domethënë, i ke një derës sadakas, i ke një derës davetit, i ke një derës namazit natës, i ke një Kuranit, i ke një asaj dhe kësaj. A mjafton veç njeti, a duhet edhe një diçka tjetër për më koni fort këtu dhe mos më largu kur? Allah te baraka ve taala na jep mendje përgjigjen në jetën e radhës thot inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Thonë që ta njerëzit nani më e kena veç për Allah. Ama e kena një arsye tjetër. Çka është ajeti? Thotë na e kena frikë atë ditë ringjallës kur dalim para Allahut. Jo vetë ditën e gjykimit si xhehenem me vorri, vdekje kështu më. Domthon fakti që kena më dalë para Allahut, kjo neve na frikson. Thotë se është ditë zymtësia dhe tmerrje, ditë e frikshme. Domthon sa herë në jetë që ti domthon e kije jetën e fortë. Sa herë që ke jetën e fortë, edhe e ke në vëmendje ditën që kemi dalë para Allahut me llogari, ti je më i mirë vepra. Edhe sa herë që dobson çdo dyja, soçare pa të dobsu fetaria. Soçare, domethënë, për shembull, e gjen vetën që i dobson fetari, ja njëja të dyja tu kanë dobsu. Për shembull, se ban hesab që kemi dalë para Allahut, shumë lehtë shlosh gjinoje. Se ban hesab që kemi dalë para Allahut, shumë lehtë ti shpërfill mundësitë e sevapeve. Domethënë, është mundësi me fitu një sevap që tu edhe me sevap që ty. Domethënë, ti për me shumë me shfrytzuar çdo mundësi, duhet me pas njëtin e fortë, edhe duhet me menuar që kemi dalë para Allahut subhanahu wa taala. Ndaj është një domethënie që unë dëgjoj shpesh mesën e vllaznive, shpesh thojmë na dojmë mu forcu. Dëgjojmë derse dhe mendojmë që informata që i morëm në derse, që aty neve na forcohet njeti. Nimi muhabete për ditën e gjykimit, edhe që aty na forcohet më frika që kena më dorë për Allah subhanahu wa taala. Realisht, domethënë,
na dojmë më forcu, po dojmë më devotshëm, po dinamike e madhe. Nuk është jeta e sotit sikurse përpara, idarja, familja, kërkesat e mëdha edhe jeta që na rrethkon, mirë po Allah subhanahu wa taala ka dhënë përgjigje diku tjetër në Kur'an për këtë. Thot Allah Taala, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal. Thot në shtëpiat e Allahut, në shtëpiat, në xhamiat e Allahut, që Allah te bareke ve taala e ka dhënë lejen se aty mund ngrit emrin e Allahut, bëjnë tasbih, mëngjes e mbrëmje, e adhurojnë Allahun mëngjes e mbrëmje, domethënë njerëzit, cilët domethënë i ka thujt me një ajetin tjetër rijal, këta janë burra. Domethënë për mukonën njëri që s'tmun as dinamika, s'tmun as idarja, s'tmun as pasonia, s'tmun as posti, s'tmun kurrë hiç, ti të mukonën te çka kategori rijal, ama çta rijal janë në xhamia. Çta rijal nuk rrin distancë te xhamia. Thot Allah azza wa jall, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Janë burra që as tregtia, as shitblerja, kur gjën nuk i habit këta prej përmendjes së Allahut, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, edhe prej falës së namazit edhe dhënies së zakatit. Domethënë këta kanë njerëz me dinamik, sikur përdesa domethënë ka tijaret, i vën reni me dhon zakat, që nuk ka njëri pa javxhi edhe rrin xhami. Domethënë po thot Allah te barekutaala këta janë rijal, se këta edhe bojnë tregti edhe ikin xhami. Këta edhe bën për me dhon zakat, se nuk janë kategori me mor zakatin, këta janë kategori me dhon zakatin, kanë dinamik të madhe derisa e bojnë pasoninë, ama prap i gjen në xhamiat e Allahut te barekutaala duke adhuruar Allahun. E pse këta janë çikaç kfilt? Pse këta la tulhim tijara? Këta nuk i mashtron, nuk i habit tregtia. Thot yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, se këta shumë e kanë frikë një ditë ku të hupin syt edhe trotllohet zemra për trishtimit të madh asaj dite. Domethënë, për mos me mashtru tregtia, mos me mashtru karriera, mos me mashtruat synimet e tua të jetës, duhet me pas një fokus që ka ditë gjykimi, ka ditë që kemi netën para Allahut subhanahu wa taala. Për që çysh i bë mu kon burr me definicionet e Kuranit, e para rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Burra që nuk i habit, nuk i mashtron tregtia dhe shitblerja prej dhikrit të Allahut, domthonjë janë njerëz të kthjellët. Ato nuk i mbulon edhe nuk i mund gafleti. Domthonjë cilësia e parë e burrave të na është kthjellësia. Kush nuk është i kthjellët nuk është burr. Nuk mundet më kanë në burr. Mos mungesa e kthjellësisë është veti fëminore. Njerëz që kthjellen me vonesë, kjo është cilësi fëmie, nuk ka cilësi burri. Burri kthjellet moment. Madje tamam, çati u tushit, çati u t'jarni mundësi e kontratës, kena të venu të shmeshvizuhet me përmend Allahun te bareke ve taala. Mon është i kthjellt. Edhe e dyta, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, kanë frikë në ditë që rrotullohen zemrat e syt, domthon cilësia e burrave është frika. Që i bie njerëzit që nuk friksohen për Allahut, nuk friksohen për ditën e gjykimit, nuk friksohen për ditën që kanë dhënë për Allahut, ata kanë probleme burrni. Si ky domethënë ky nuk është njëri arsyeshëm, se burrnia themelin e ka të arsyeja, çish është e mundë me ditë që ka ditë gjykimi, edhe njëri me shkim kufit Allahut edhe domethënë mu dënu ashpër ditën e gjykimit. A do të kjo gjendje vllazni? Kjo gjendje frikës, me na shoshnu gjithherë? Njëri i cili është i kthjellët thot po. Gjithherë duhet të shoshnu. Se s'ka situatë nëse je ferm me vetveten që ti mundesh mu siguru. S'ka realitet që ty të përket edhe ty me të dhoni siguri që është gjithçka në rregull. Ndaj Hasan al-Basriu ka thonë inal mu'mina yusbihu hazinan wa yumsi hazinan. Besimtari e nis ditën i mërzitur edhe e përmbyll ditën i mërzitur. Thot la yas'ahu ghayru dhalik. Vesh që kjo thot i takon atij. Pse thot li'annahu bayna makhafatayn. Thot se ajo është mes dy frikave. Thot bayna dhanbin qad mada la yadri ma Allahu yasna'u fi. Ai ka një frikë për do gjinosh që i ka bo, Allah nuk e di çka kam i bo Allah për çdo gjinosh. Ti e di që i ki bo. A mundi më kon para 5 vjetëve, 10 vjetëve, ti s'ki do një certifikat hyjnore që u kry kjo punë. Thot kjo nuk e lë rahat. Edhe sot nëse dita e sotit do kanë me një fetarit për kryer, ti s'lë rahat e kalumja. Thot wa bayna ajalin qad baqiya la yadri ma yusibu fihi min al-mahalik. Thot po e ka një frikë tjetër, një mërzit tjetër, thot Allah ka ymër. Allah ka ymër nuk e di unë sot mirë është. Alhamdulillah sot namazet mirë kanë, sot dhikri ka mirë. Ku e diun shka më bë mas 6 muaj, mas 1 vjetëve, thot ndash me këshir me të kaluamën, ndash me këshir me të ardhmen, këto të dyja ja shkaktojnë thot një mërzi edhe një frikë, mirë po a ja vlen çka frikë? A ja vlen çka mërzi? Thot Allah azza wa jalla kur fol për xhenetlit thot wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan. Xhenetlit kur hin xhenet thonë alhamdulillah Allah që na e ka mërzin. Domthon xhenetlit janë njerëz që janë mërzin në dynjë. Xhenetlit njerëz që kanë pas breng çka ditë. E kanë pas breng dalën para Allahut te bareke ve taala. Pastaj
Qysh kurorzohet keq që rrugtimi i ebrarëve, janë ajetat e fundit, thot Allah azza wa jall, fa waqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Allahu i pështon çta njerëz që ruhen, çta që friksojnë, çta që japin, çta janë sinqert, çta njerëz që domethënë përmbushin zotimet, mos promti Allahu i shpëton prej dënimit të asaj dite, edhe jep ndritjen fytyrë edhe gëzim, domethënë këta janë njerëz të fjalës, japin fjalën Allahut edhe e mojnë, japin fjalën njerit edhe e mojnë, janë njerëz që kanë frikë për ditës gjykimit, bojnë pamirësi, edhe i bojnë punë me sinqeritet, kanë frikë llogarin, edhe në fund wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. E që kanë bërë sabër, që kanë duru, Allahu i jep shpërblim, xhenete dhe mëndafsh. Keni vëmendje në vëllezër që mos krejt çytyn negative, po përmendet sabri. Mos krejt çytyn negative, janë njerëz bamirëse për mbushin zotimin, janë kështu, mos promti po thot, xhenetin e kanë se kanë bërë sabër. Na për këtë kena marrë ders vetë inshallah pa të matutin këtë vakt ligjatash, mirë po keni vëmendje. Po vend durimin në fund pikërisht për çket arsye. Atë çka e përmendëm në fillim të ligjatës. Tham emrat janë identitetet më të theksuara, ndërkaq vlerat aty për aty që i ki, ato janë irrelevante, ato nuk përcaktojnë ty si emër. Domthon për mukon ti dordhanas, dush me bë sabër, se baki bash aty në shërbën mirë ta kthej me të keqe. Është e qartë. Por më kon ti Davetxhi i mirë, ti dush më konën me bë sabër, se po ki bash njëri që uzun dur tua nesër të bën tekfira, të bën tefsika, të bën tebdi. Por më kon ti për një mend njëri që e ki zemrën e gjatë me bë sabër, tu s'jan për një ditë. Tu s'jan për një ditë, domthon këtu lypin shumë kohë. Për arsye Allah te barekutaala e ka përmbyll me sabrin, pikërisht me kallëzu se vlerat mirën me sabër. Domthon në një moment do të lë kjo është lehtë, po më mor emrin do të lyp sabër se shumë kohë do të më vërtetuaja. Në moment timria është i lehtë, po më kanë i guximshëm njëri që e ki si emër dhe e lyp sabër. Në moment bojaria dhe dordhënia është i lehtë, po më kanë dordhanës, ai lyp domthon shumë, shumë sabër. Ndaj në vëllezër, ajo që kisha pas dëshirë me përcjell si mesazh prej këtij vargu, këtij pasazhi kuranor, është pikërisht që me ndërtu një mendësi ku e studiojmë në përpikmëri, domethënë varfshmërinë e kapitujve derisa përfundon te kapitulli i fitores. Domthon kapitulli i fitores është i fundit. Kapitulli i fitores është i fundit, edhe kjo është domethënë ekuacion që ti dush me bë. Nuk e bën ekuacionin rezultati është tjetër. E prish ekuacionin rezultati është tjetër. Edhe mos mendoj kurrë tjetër, vetëm me u vështirësu dita e gjykimit është ball. Domthon me thon dikush, "Këti kam, po nuk e kam bujarin." Domthon vetë kjo më të vështirësu dita e gjykimit, domthon jam mjafton njëri më kfjell edhe më bën domthon dikush tjetër, elos Allah azza wa jalla me Allah cilësi që përfundojnë mas promte në xhenetin e tij. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.